Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Brezi i ri që po rritet këtu në Shtetet e Bashkuara, krahas se kanë ardhur në mosha apo kanë marrë profesione të caktuara, kërkojnë t'i kthejnë mbrapsht bashkëdhetarëve të tyre. Sot ne kemi këtu në emisionin tonë 2 punonjës të shëndetësisë, një mjek dhe një farmacist. Të dy këta së bashku me shqiptarë të tjerë, profesionistë të shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara, do organizojnë në datën 16 gusht një panajir të hapur ku do t'i shërbehet, do të analizohen, do të takohen falas, bashkëdhetarët me mjekët e tyre dhe për të sonduar, të bëhet sondazhe në lidhje me sëmundjet e ndryshme që mund të kenë, për të kontaktuar mjekët drejt për drejt falas. Kjo është një shërbim që këta mjek të rinj që kemi sot këtu, zoti Zef John Markaj, i cili është podiatrist, pra merret me sëmundjet e këmbëve, por dhe miku dhe shoku i tij dhe bashkëpjesëtar në këtë organizim, Endrit Gropçaj, i cili është farmacist dhe do t'i gjeni të dy shumë kollaj kur vi puna, se në të njëjtin ndërtesë. Megjithatë, shoqëria që i lidh, dëshira që kanë për t'i dhënë mbrapsht komunitetit, i ka bërë ata që të vinë sonte këtu për t'ju bërë të ditur juve këtë panajir që do të organizohen, po njëkohësisht edhe këtë nismë që kanë bërë ata si grup për të shërbyer sa më mirë komunitetit tonë, edhe për të krijuar një lidhje dhe mes intelektualëve të rinj këtu në Shtetet e Bashkuara. Po fillojmë me ju së pari, Zef. Kujt i lindi kjo ide së pari? Herë faleminderit për thirrjen tuaj këto, edhe sukses në programin. Ideja nisi faktikisht për ndritet. Na gjithmonë kena qenë me shumë pasion për mjekësinë. Jemi shok qysh fëmijë të vegjël, edhe gjithmonë kena fol me pasion për mjekësinë edhe për komunitetin. Jena edhe pak patriot, besoj. Jo më shumë se patriot. Edhe mund të jetë gati para dekadet, si kena fol gjithmonë si me kalimin e kohës, masi të kryjmë shkollat, masi të kryjmë shkollën mjekësisë e stërvitit e ndërtit kryjmë shkollën e farmacisë dhe stërvitit e veta. Gjithmonë kena menu të hapim i medical center i vend tillë ku mundam i shërby njerëzve. Edhe gjithmonë kena pas këtë idenë se populli shqiptar është shumë i madh këtu në Michigan, edhe ka gjithë nevojë për suport. Edhe supporti është thjesht çfarë mund japim na. Na mund të japim informatë dhe gjëra që dim na, edhe masi ndriti para disa muajve hapi farmacinë në buildingun tonë, atëherë ndriti mbaj idenë si ta hapim edhe organizatën edhe të japim diçka mbrapa në komunitetit. Shumë mirë. Po ju gjithmonë në mbështetje me njëri tjetrin prej kohësh, ë? Po, ashtu, do të mendimuan njëri tjetrin se si në shoqëni e gjithçka, faleminderit si na firre këto për gjithçka. Po e kena bën këtë organizim se na pej shkollës e pej praktikës kena pa shumë patienta në çdo realmin në Michigan edhe në zona tjera. Ka shumë gjona se komuniteti jonë shqiptar me pas edukuar në situatën. Tash e kë organizim si ka menull të kisha Shën Palit me deal Agost 16, pe 11 sahati dhe në 6 sahati ditës, jena të munua me edukua poplin tonë për ne me take care of vetin më shumë, edhe me pas me pas kuraja me shkua të doktori jëtë ose farmacisti jëtë edhe njerëz tjerë në profesionat tjerë, si muna me fol njëjtën gjuhë. Tash shumë shqiptarë kanë bela familja si se folin gjuhën anglisht shumë mirë. Tash donë me ditë pse janë to pi këtë hapa, për çaj këtë hapa, në sens. So na kena më munua me edukua poplin
mënyrë tjetër do na edhe inshallah me i dhon kuraje rinis për e kena plotësua na shkollën e doktorit, edhe ata mundën me e plotësua, kjo se stërvisin vetin e mësojnë janë mirë me shkollë, so edhe ata mundën me mënua me edukua edhe rinin në atë mënyrë të bo. Jo, ju jeni nga njerë shpesher thuat në çdo fushë. Shembulli më i mirë është me shembullin konkret. Më tepër se sa ti bësh teori, shembulli konkret jeni ju të dy në këtë mes, dy shok, pak a shumë në moshë të re, të dy profesionistë në lëmit e tyre, në dy lëmi që bashkohen me njëra tjetrën, tashmë edhe me ofise me zyra në të njëjtin building. Ju sapo më thatë keni inauguruar farmacinë tuaj, pas një përvoje në CVS, si menaxher i farmacisë, dhe në këtë farmaci bashkëpunoni edhe me Zefin, por natyrisht edhe me punonjës të tjerë në të njëjtës fushë. Dhe është gjë mjaft pozitive që nesër ndoshta bashkëdhetarët do shkojmë ka ajo qendra shqiptare për atë gjën, jo vetëm një, apo dy, apo dhe 3-4 specialistë edhe mund të mblidhen dhe besoj që një nga hapat e para është kjo gjë që po bëni, është mjaft pozitive. Më duket se është bërë disi më parë gjatë kohës Covidit edhe një diçka ngjashme, apo Josef? Para Covidit, do më thonë, bota ishte, si më thonë, të gjanët ishin ma të lillna, ishin lëvizje ma shumë. Normal, Covidi ndryshoi gjithçka. Arrestoi, do më thonë, aktivitetin, biznesin, ekonominë, mjekësia pati shumë trauma, shumë vështirësi, edhe kjo si test për mjekësinë edhe për ne. Edhe, do më thonë, unë edhe ndriti, u detyruam si residenta në atë kohë, u detyruam si dalim jashtë zanat tonë të shërbejmë popullit të spitali për gjëra të përgjithshme, do më thonë, për mirëmbajtjen, kontrollimin e gjakut edhe vital signs. Ishte shumë problem, edhe do më thonë, e bërziu gjithë mjekësinë. Tash gjanat ka ndryshuar pak, po stabilizohen, po si t'ishte Covidi, si nuk t'ishte Covidi, na prapë kena të një shqetësime, do më thonë, për sa i përket popullsi shqiptare këto. Janë një popull si punojnë fort, janë shumë familjar, sakrifikojnë shumë, sidomos print për fëmijët e tyre, edhe fëmijët për print, edhe na kena qef si më ju bën pak si alarm. Për një arsye se lën vetin pas dore. Jo se lajnë vetit pas dore, po do më thonë, për dashnisë të madhe si kena, na sakrifikojmë për tjerët, për njëri tjetrin. Edhe ka herë harrojmë vetin tonë. Edhe kja është diçka se kena qef me zgju të popullit shqiptar, t'i bëjnë analizat pak në 2 herë në vit. I gjëra e rëndësishme, si unë më ka rënë arsye për shembull është se na bëjmë home care, bëjmë edhe transport falas për pacientat. Po kur shkojmë të shtëpia pacientëve, neve na takon me shikues se si jetojnë njerëzit. Shneti nis të shtëpia. Edhe shohim si jetojnë njerëzit, si veprojnë, ç'a hajnë, ç'a pinë, ku shkojnë, ç'a konsumojnë, gjëna legale, ilegale, gjëna të ndryshme. Do të thonë, shëndeti i njerëzve është shumë i rëndësishëm, po është edhe shumë alarmant. Edhe ka shumë neglizhencë. So na shpresojmë si njerëzit ta kuptojnë këtë edhe ta dinë se edhe kjo se ti nuk mundesh me shku te mjeku na vim tek ti. Se thjesht do na me të ndihmu edhe me ta kriju mundësinë si të paktën kjo se ti e ke problem ta arrish ta zbulosh para se ti të përvonë. Okej, kjo është kryesorja, preventivi. Pra preventimim, parandalimi, për marrja e masave paraprake përpara se individi të sëmurët këtë nevojë për ilaçe apo për ndihmë mjekësore. Tashi, më sqaroni çfarë do ndodh në datën 16 gusht. A është ditë e diel, është shtunë, çfarë dita është? Është ditë e diel. Aty do të jemi pothuajse gjithë ditën. Do të kemë mjek, farmacista, edhe infermiere, edhe physician assistants për specialitetet të ndryshme.
aty do të bëjmë edhe laborator, mund bëjmë analizat për njerëzit, mund të marrim, domethënë, vital signs, tensionin, rrajtë e zemrës, oksigjen, ta gjanat elementare. Edhe thjesht bëjmë pak preventive medicine si që përmendën ti. Edhe shpresojmë si shkojmë i fije ma filled, kemi edhe disa produkte mjekësore si mund t'ja japim aty për minimum. Edhe kjo se kanë pyetje tjera ose lypin specialistë të tjerë si nuk e kena atë, mund t'i sugjerojmë ku të shkojnë ose t'i japim i lloj rekomandimit. Edhe gjëja e dytë që janë shumë e rëndësishme për ne është si njerëzit, sidomos rinia, si janë mjekësi, si studenta, si profesionista, të vinë atë edhe të bëjmë pak network me njëri tjetrin, komunikojmë i fije me njëri tjetrin edhe me popullin, si këtë lloja alarme, do të them alarme, është situatë serioze, them si mas jena këto, ekziston problemi, po e kena edhe solucionin për problemin. Se tash kena shumë profesionista në zonën tonë të mjekësisë. Shumë të anshëm, po problemi është se ne nuk e njohim njëri tjetrin. Kjo është problem për ju, është problem për shikuesit, është problem për ne shqiptarët, ndaj shumë mirë që keni marrë këtë nismë, ne do t'ju ndihmojmë me gjitha, në çdo mënyrat në kuadër të këtij aktiviteti, edhe më tej, nëse është e nevojshme edhe me commercials ose me veprimtari tjera që të tërheqim sa më shumë shqiptarë të vinë tek mjekët shqiptarë. Sa specialitete do ketë atë ditë, pak a shumë? Specialitete mund t'jenë rreth 6 specialitete, po siç kemi, unë si jam kirurg për këmbë, kyçin e këmbëve, po kena edhe informat përgjithshme për shëndetin e një pacientit. Kena doktora familjar, kena më kom dental, si kanë qenë shumë aktive dhe kanë thënë se... Doktor Ezani? Yes, është dentist fantastik, edhe ai me grupin e tij do t'jenë aty, edhe janë shumë të rëndësishëm. Edhe PAs edhe infermiere të ndryshme. Gjë mjaft pozitive. Edhe farmacist. Edhe farmacist, po do I keni ndak kështu ato. Po, so do të kemi stacione të ndryshme. Yeah, physical therapist, yes. Physical therapist. Okay, very good, very good. Është gjë mjaft pozitive, ju përgëzoj për këtë, por do vazhdojmë emisionin, duhet të sqarojmë. Tashti, unë kam një kuriozitet. Profesioni juaj, unë e kam mësuar në Amerikë, do më thënë, mjeku I këmbëve, podiatris nga podës, greqisht këmbë. Pse në Shqipëri s'kam mi pas këtë specialitet? Unë se kam ditur. Po, kjo është specialitet I vjetër, ka 100 vite se ekziston, po titulli përpara kanë qenë chiropodist. Edhe kanë qenë thjesht janë marrë më shumë me procedura të klinikës, do të thonë nuk kanë bërë operacione ndërhyrje kirurgave deri vitet 60, ku morën drejtë për bërë operacione. Edhe do të thonë se për këtë operacioneve në kam është ala një specialitet I ri. Normal, vendet evropiane kanë sistem të ndrysh, në krahasim me Amerikën. Do më thonë, edhe në Kanada, si është sistemi I fije ma evropian, ma anglez, mund thojmë, është podiatrist, titulli jonë, ka në disa limite. Kanë limite, nuk është kufizuar... Po, nuk kanë drejt me ba operacione me thella, si këtu në Amerikë. Këtu mund bëjmë, do më thonë, mund të nëshojmë kyçin, mund bëjmë rekonstruksion këmbës, këtë drejt me eksperimentu me operacione të reja, si që në të bëjmë të klinika jonë. Edhe është ala një fushë re me këtë aspektin e ri. So, në Shqipëni është tjerë, se një vend me infrastrukturë si ala ka nevojë për ndërtim atë madh. Mu duket si gjendën specializimet e tjera, këtë nuk e kisha dëgjuar. Kur erdha në Amerikë për herë të parë, pata një, si që përmenda, një operacion të vogël të rritjes të thojt, edhe kalova një operacion të vogël.
edhe aty e mësova si specialitet edhe me se merret. Por më tepër për t'ju bërë, e thash këtë, për t'ju bërë me dije teleshikuesve që jeni mjek të specializuar në fushat të posaçme, por që i shërbejnë komunitetit, sepse shëndeti ka njerë vjen edhe nga kamët, ata prindrit tanë thoshin mos të ftofshin kamët. Okay. Ju më folët në një bisedë paraprake për procedurat që keni hasur, ndoshta dhe burokracitë e rastit, për të hapur farmacin tuaj. Ka mjaft kërkesa për licenca brenda shtetit, nga institucionet shtetërore, jo shtetërore. Me fjalë të thjeshta, sa e zorshme është me hap një farmaci? So, e kam vu në fillim, e kam vu në janar 2025, e kam vu letrat. Atëherë, do është me vu përmita pe shtetit, me aprovua farmacia mundet me kenë atë, atëherë pe atë, ma do është me bo licencat, se do në 2 licencat pe shtetin e Michiganit. Atëherë kur i merr ato, duhet me marrë me DEA federalin licencën tjetër për medicina si janë në kontrollim. Atëherë kur plotësohen ata, atëherë ke mundësi me aplikua të insurancat. So gjithçka është se dominaci me tonë. So vanoni fije kohë, po është mundet me e bon mirë. Shumë më tepër se sa për me hap një bar, se duhet vetëm një licencë Po, alkooli. do një licencë, një liquor license në bar, po këta është lidhën me licenca, dokumenta, gjithçka, po mundet mu bo ajo punë edhe me tonë drejtën shtirë ka kanë me bo, shumë sakrifisa dasht, po tash e moj men, sakrifisën se kanë bo print për ne, me ardhë këto në Amerikë, me në dhonë ne kuraje, me shkuan shkollë, me plëtsua gjanat si muna. So, sakrifis gjithkonin. Tash, sa persona, sa farmacist jeni? Vetë jam, në fillim jam veç vetë, në fije jam të kësyrë me marrë edhe i farmacist tjetër. Jam lidhën me shkollën Wayne State, atë, jam të kam kryer shkollën për farmacist, so kam lidhje me do profesora atë. Për marrë një intern në një kështë? Po, bela marrë intern, se mune me kanë, si thohet, preceptor, ku mune me edukua në praktik studentat si janë të kryer shkollën doktor farmacis, pe Wayne State, so jam të kësyrë në atë, bela qanol, inshallah, duan me punua me mua, atër mune me i vuën. Unë them se vetëmja fjalë me vend që na kanë lënë turqit është inshallah. Inshallah. Po, Edhe mashallah. jo shto, a shtirë, po em një farmacist në njëjtin building, jo të në 11 Mile on Mound, ku është Tecom, buildingu governmentit atë. E kena emnin Moda Meds, RX, jena farmaci retail, muna me plëcua tana recetat se mundet mjeko, dentiste, specialiste, kush do me kenë, muna me plëcua edhe na kena mënyrë se muna me deliver, jena në midis, ku është Detroit, or mound atë, so muna me deliver denjë 75 mile fall, kur transferohen gjonat, e bom mjot se me ton drejtin në biznes, është shpenzim ata, po tash është mirë me i dhonë poplit back, se ka njerë se nuk lëvizin, janë patientat e ti, se bela kanë vra kamën në sene, s'munën me lëviz, s'kanë kanë me i gra makinen, atëherë jena to jam nua me bo gjonat si janë niqme in ashe jetë, i fije mon lirëshe. Edhe e mënyrën tjetër se kam me do shok, se më kanë mësua janë pe FBI, DEA, punon me radio tash. So vetë, në farmaci teme, kur she deliver medicinën, ka me pasi radio direkt e mua. Tash ti kjo... Po, so kjo se ke naj pytja e konsentim si dohet. Se vjen ke dera pacientit pyta i si ti marra, i s'di ku ashtu, sa dela pos del telefona i do të komunikoj drejt për drejt me radio me jush. Kjo se ke konsultim, është si me kenë tin farmaci.
tash dogorit e patientat si janë të vjetër, e patientat si s'munën me lëviz, e ka në atë mënyrë me fol me farmacistin direkt, në vend se me prit 40 minuta në telefon. Jo, që mjaft e mirë uroj që të zgjerohet sa më shpejt me vrull rinor se 2 boll të rijeni dhe keni të ardhmen përpara. Po të ndalemi edhe më tepër tek ky event, tek kjo që po nisni. Sa ju thatë që mund të jenë 5-6 specialitete, miqe, shok tuaj që keni krijuar një grup, a mendoni ta zgjeroni këtë më tej? Po, normal, kjo është organizator për, siç thamë më herët, është për tonë shqiptarët, për i tana torjeve të Shqipnisë, edhe jashtë Shqipnisë, edhe tana fejave, kjo është për shqiptarët, edhe matej është edhe për njerëzit që nuk janë shqiptarë, ne i mirëprisim edhe i kena qef si të vinë kush të ketë mundësi, si pacient, si thjesht një student më mësu, ose një profesionist si do më kontribu të populli, thjesht për i zemrës ti, ose të saj si ka dëshirë për me lanë diçka, me lanë diçka mrapan. Na, do me thonë organizata është të hapun, edhe gjithë mund më kenë kontribu si sajna. Edhe saj për këtë saj ditë, na prap, do me thonë, i kena libra të hapun për profesionistat tjerë, kur ta shohin këtë emision, kjo se kanë dëshirë, na i prisim edhe kanë dëshirë se t'i shohim atë, se të vinë edhe ata të kontribuojnë. A morët vesh tash, edhe ju tjerët. Është një iniciativë mjaft pozitive e këtyre 2 djemve, kujdo specialisti shqiptar o amerikan të rinj apo edhe në moshë, sepse jo vetëm pacienti ka nevojë për mjekun, po dhe mjeku edhe farmacisti ka nevojë për pacientin aq më tepër. Pacienti ka nevojë për mjekun që flet gjuhën e vet, por arsye se i shpjegon më mirë se si të veproj, çfarë këshillash të zbatoj, çfarë medikamentesh të marri dhe çfarë rrugë apo bashkëpunimi mjekësor tek personat e mjekët e tjerë më të specializuar të ndërmarrin. Kjo është gjë mjaft pozitive. Duhet sqaroj edhe një gjë tjetër, pasi biseduam paraprakisht. A është free çdo shërbim këtu, apo ka një kombinim të free apo me insurancë, si veprohet? Çdo shërbim është free. Na nuk e bëjmë këtë për profitin ton ose për të mirën ton, këtë e bëjmë thjesht se, siç thamë përpara, është më shumë se gati dekadë që na flasim për këtë ëndër ose këtë dëshirë si kena pas qysh para 10 viteve. Edhe shtyr Zotit tash muna me realizu, edhe komuniteti na ka suportuar shumë, edhe juve, faleminderit për jush. Do të thonë, kjo është diçka shumë e mirë edhe normal, gjithmonë ideja është me kanë free. Na thjesht do në me dhanë maksimumin sa të muna, sa të kena. Gjaja më madhe që na mund të japim është, do të thonë, edukata se kena marrë na dhe informata se mund të japim pacientit, edhe fakti se flasim shqip, shpresoj se mund me fol pak nësa më marrë vesh, edhe gjithçka është free. Tash, për sa i përket laboratorit e këtyneve, pacientët si e kanë siguracionin mund ta përdorin, aja është mirë se në ndihmon laboratorin për më mulua kostën e gjithë pacientëve tjerë se do të jetë free. Një analizë plot gjak ose në diçka tjetër o e kolesterolit. Çdo person mund vinë aty, nuk ka nevojë as me dhanë emrin as sen, nuk ke as i lloj përgjegjësie, thjesht mund vinë aty, çat kena na është free of course. E gjë mjaft pozitive, edhe ilaçet i kanë free. Po, kam e pru do ilaçe si s'jon merë receta, se me thonë, si munen me liz, mu dhon over the counter. So, kam e pru do gjona se na shqiptarët punojmë fort, e gjithmonë jena në komna, so kam e pru do dhoj për dhimje, do dhoj për vitamina, gjona, fish oils, ashe. Se over the counter. Po, over the counter gjona, veç me i dhon falas gjonat, edhe dë me i shpjegua për kunimojnë e qa bojnë të gjona, se ka shumë gjona over the counter,
se munen me edhe me të mua. Se vetë e kam mentalitetin, hapat o medicina dohet veç kur dohet. Kjo se munesh me përballua gjonat me pas hajën e mirë, lëvizje, palestër, e me ushqime gjona, atëherë s'ke nevojë për hapa. So janë ta është puna se dua me edukua, kjo se bane këtë, ka me nolli ta. You know, so vetë kam me shpjegua tona patientat kur vinë të desku jam atë të kisha në zyre të kishës, edhe kena me konsultua, kanë me më thonë listin e medicinat se pinë, edhe kjo se din gjonat e laboratorit, se mune me lexua ata, atëherë mune me këshyr ashtë medicina thohet subtherapeutic or therapeutic or too much, you know? Okay. So, ta kam me konsultua, me kallxua, bela s'ka nevoj me pi hap, se hapi tjetër e përballon qa do të me kenë, so ta është servisa se kam me dhonë vetin temen, atëherë, of course, ka servisa tjera, ka servisa për mental therapist, physical therapist, për çdo gjona se ju dohet njërit. Kurse ju qa do të sugjeroni pacientëve për shembull? Të vinë zbat? Do të kem shpresoj bela edhe këpuc falas edhe. Edhe këpuc falas. Po, no, me gjithë seriozitet, që do të ofrojmë është disa gjana edhe jashtë kamse kyçit, kamse mirëmajtjes, po gjithë jena në kam tonë jetën, edhe shumë njerëz kanë pak në gjysa popullsisë kanë shumë dhimbje ose probleme me kam. Bela s'kam pas mundësi kur me bën thjesht një check-up thjesht. Na jena aty edhe mund ofrojmë shumë gjana, edhe unë personalisht do të jem aty, unë paktën edhe i doktor i klinikës tonë, edhe do t'japim edhe procedurat vogla. Normal, operacione shumë invasive jo, po procedurat vogla si që janë këta wound care, incision drainage, ingrown nail procedures, do të thoni si hinë mish këta gjanat, si mund t'i bajmë mrena i qerkurit, procedurat vogla, mund t'i afrojmë aty, edhe ilaçe, gjilpanat ndryshme. Na kena edhe i medical spa të medical center, so edhe gjanat kozmetike, do të kemi disa informata gjanat tilla, plus këta arch supports orthotics për pucët, edhe shumë gjana për popullsinë e pacientëve si kanë diabetes ose smundjen e sheqerit. Edhe unë them se gjaja më e rëndësishme është se pacientat, shqiptarët sot për sot, si mund me kanë pacient, kanë shumë akses të vogël të mjekësia, sidomos me kostën e lartë, plus është edhe problemi i kohës. Na thjesht kena dëshirën dhe shpresojmë si kjo se s'ka njerëz mundësi tjetër, na t'jem hapi i parë, si ta hapin atë derë, si që shkojnë drejt shtetit tyne, si ta përmirësojnë vetin. Me që nisa me ty, po e vazhdoj prap me ty. Ndoshta kanë nevojë dhe për këshillat për mykun e kamve, mykun e thonjve që krijohet, se është një nga smundjet më kryesore tek. Po, është edhe sidomos të mashkujt edhe të femnat, po edhe të rinia, të atlet. Na bëjmë edhe sports medicine, që është diçka jashtë kësaj temë, po për sa përpër mykut kamës kena disa gjana si mund të sugjerojmë. Disa gjana si janë me ilaçe topikale, mënyra si me kanë preventive për të ardhmen, edhe ofrojmë edhe lazer për mykun e kamës. Farmacia juaj do shes vetëm medikamentet cilat janë të gatshme, apo bëni edhe kombinime compounds? Po, so bom edhe compounding, po edhe like hapa si receta si bella si kena në farmaci, e bom order e vinë next day, ditën tjetër. So, edhe ata, ka e list o komponda si bajmë, jam të mënua me të zgjata të list, po e tash muna me bo edhe compounding, yeah. Po natyrisht, sa më shumë të shtohen, po dohet më shumë kohë ashtë. Natyrisht do kohë. Po ai është thelbi profesionit, aty ka nisë farmacia. Po, jo shtoha me servisen. Këta, po
do të edhe koha mje plotësua, se do na e vaj vetë shumë serioz kur e plotësoj diçka, se çdo patient, çdo shqiptar, çdo rast, është si me kanë familja jeme të ecë atë në farmaci, so dua me munua sa më shumë, me rregullua, me ksyr tana gjonat, si mundet me pas optimum therapy, si thohet, për tana medicinat. So jo ta munoj vetë me bon për çdo patient, se Zoti janë të ksyr gjithçka, so me provua për çdo moment, you know. Jo, faleminderit që bashkoni edhe shkencën me besimin në këtë rast, jo vetëm se po e bënin në kish, por edhe mënyra se si e konceptonim mirëqenien e individit, pacientëve të mundshëm. A doni t'i bëni apel edhe mjekëve të tjerë, farmacistëve të tjerë t'ju shtohen, ju keni mikrofonin e hapur, drejt për drejt në kamer, bëni apel, kushdo t'ju bashkohet, është mirë që t'ju bashkohet. Me ndjell agost 16 të kisha Shën Pollit, na kena organizim si jena të bo event atë, mune me ksyr online, kena Google Form, si mune me aplikua, me vua emnin atë, qa jeni të pru equipment e gjona për patientat tuj, mune me kenë në gjdo profesion, kena shumë profesional, mune me kenë në tavolin tote o bashku në bashk, ka me kenë shumë rëndësishme me njof njëri tjetrin, me pas kontakta, me nrua kontakta me njëri tjetrit, muna me animua poplit ton, edhe poplit tuj, kushdo se vjen, këtë me kenë shumë mirë, edhe me familjet si vinë atë, me brezet të ri, me i dhonë kuraj edhe atyne, qëre këja shqiptar ka plotësua doktoratin, edhe jo mune me kallëzua fëmijëve ashe. Në drejtë tha perfekt, nuk kam shumë më shtu, po thjesht edhe herë faleminderit për thirrjen tuaj. Është, do më thonë, për mua është, mendoj se kjo është gjaja më e rëndësishme si unë driti dëna se shqiptarët njëherë t'jenë shnetshëm, t'jenë jetën e gjatë, edhe normal t'jemë sa ma të bashkuar. Se gjithmonë jena për qa. Ja, edhe shpresoj që mjekësia historikisht, po thëmë paktën 6 dekadët e fundit, po thëmë se njerëzit shqiptarët të në Michigan janë avancu shumë, kanë jetë shumë për para, edhe na deri tash na ka përgjigj Zoti marrë faleminderit për Zotit, edhe njerëzit që na kanë ndihmu. Po kena qef si koleg, studentat, edhe doktorët të ardhmës, të vinë në eventet të tilla, jo vetëm për këtë që kena bën na, po edhe të eventet e tjera, të mësojnë, kontribuojnë, të ndihmojnë vetin edhe njëri tjetrin. Edhe kjo shpresoj si do të rritet, si të jem më të bashkuar edhe të ecim përpara gjithë bashkë. So, normal, kolegët tonë janë shumë zonën, kanë shumë përgjegjësi, sidomos mjekët që janë nëpër spitale, në orë të ndryshme. Edhe kjo se vini gjysmë si orë, mjafton. Thjesht kjo se mund të ndihmojnë një person e kanë bërë punën e tyre në mendoj. Mund të thoni edhe anglisht këtë apel. August 16th, on a Sunday, St. Paul's Catholic Church at 11 a.m. to 6 p.m. we'll be hosting an event where it is going to be a free health fair for everyone. We would like to extend an invitation to all the professions and your staff including. I contacted some of the AASO student organization. You are also welcome to come and volunteer and even get some shadowing and feedback from current providers to see which route you want to go into your schooling. So we have that, and if when you apply in the Google form, just fill that out. You can search us on Instagram or on our website, and we have the forms on there. It's kind of a long Google form thing, but you can find it on there, and just
anything you're gonna bring, just bring the equipment you need there, and we'll provide the best service we can to every individual that comes by. So thank you for everything. Faleminderit. Qofse do kishe gjyshin tënë, çfarë do t'i thoshe? Po thuj se shumica pacientëve si shoh unë pak në të klinika jashtë operacione kozmetike se banja janë mosha pensioniste ose mosha ma moshuar. Aty në moshën e vjetër nisin shumë probleme si reumatizmi ose arthritis, nisin problemet vaskulare, problemet e kocave, problemet e dermatologe, e shumë probleme të ndryshme. Sidomos kardiovaskulare, nervore, siç i ka bashkë smundja e sheqerit. Smundja e sheqerit faktikisht është një ndër smundjet më të këqija që ekziston, edhe pothuajse 90 milion vet në Amerikë kanë diabetes sot për sot. Aja është gati qereku i popullsisë. Edhe është një smundje si emri nuk e shpjegon mirë. Diabetes nuk i jep kuptim se do të thonë thjesht diabetes do të thonë sheqer ose rritje e sheqerit, po me i dhënë një emër specifik smundje e sheqerit është thjesht smundje kardiovaskulare dhe smundje e nervave bashk. Asi me marr xham të vogël dhe me fut në nerv ose në arterie. Është shumë e rrezikshme. So mosha më vjetër me kanë gjyshim kisha më i thonë bën çmosin si gjithmonë me shku të mjeku, me gjetë mjek si i beson, si mund komunikosh haptas me ta, si ka eksperiencë edhe stërvitje nalt, edhe si mund bëjnë gjëra preventive. 80% smundjeve edhe disorders sot për sot që ekzistojnë mund nalen herët, e kjo se kapin herët mund t'i evitosh. Po edhe jashtë zanadit tem, konsiderat më të rrezikshme sot për sot e shumë smundje të tjera, biologjia ndryshon çdo sekond, so kur ke i mjek ose i medical center si spital si ta njeh shnetin, i ka rezultatet tuja, është mirë me shku. Na kjo se shkojmë ndrojmë gomat edhe vojnë makinës rregullisht, makina të tregon se ke 75% oil life si ka med. Pse mos me ditë këtë për trupin tanë? Është më mirë me ditë se mos me ditë. Janë shumë smundje si infarkti, si stroke, si janë të kriju shumë probleme në komunitetin tonë, si që kam unë re, si mund t'i nalim. Po pse mos me i nalë herët, si mos kur ke një rini sot për sot si ka jetë shumë në shkollë, dhe më thonë, na jena shumë pak, jena veç 2 vetë, po komunitetin shqiptar ka qina doktora këtu në Michigan, bela mia infermier, hundreds of PAs. Pse popullsia jonë të vujnë, kur na kena shumë persona që janë profesionista si mund të na japin informatë, e mund të na ndihmojnë. A keni menduar për një shoqat apo të mjekëve dhe shërbimeve shëndetësore shqiptaro-amerikane këtu në Michigan që ka një popullsi mbi 150.000, relativisht sepse po të shohim edhe migracionin e vjetër edhe nga vendet e tjera, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Malësia, dhe që ka shumicë, por edhe nga Maqedonia dhe nga trojet e tjera shqiptare, ka mjaft shqiptar këtu. Edhe unë mendoj që ky nismë juaj mos jetë vetëm ky event, po të keni edhe është organizuar në New York një asociacion i mjekëve aty, di që është edhe për mjekët në New York ishte tjetër për mjekët e sëmundjeve të brendshme të gastrointestinale. Po, ajo shoqat e ka emrin Albanian American Medical Society, me janë të shoqat e këna bon herën e parë si këna bon health fair e 20 nation. So janë lidhën për tonë Amerikën, e kë shoqata se ato organizua, është shoqata se kam kryua na, është me një mua nzyre për medical, po është edhe për shoqat për multilateral, thohet. Tash multilateral është çdo profesionistat, avokata. O është e hapur edhe për profesionet e tjera. Po, so. Shumë bukur. So
për gjithkush, so është me mblill ton, se me thonë, njerëz që janë në zonat nërsh, profesionat nërsh, me pas kontakt me njëri tjetrin. Se në mënyrë bëla ke nevojë për avokat për biznes, ose ke nevojë let's say professionals. Yeah, po, professionals. So është lidhur me të dyja ashtu, po i këtash janë ato bon healthcare, se përpara se me bon diçka, duhet me pas shnedjen korrekt. Se ke mi probleme kur e ke shnedjen korrekt. Kur se ke shnedjen korrekt, ke një problem. So e ta është në mënyra me plotësua i këtë, si loj shahet, me plotësua i këtë herë, atëherë me shkua të zona tira me përfunuan. Ti duke që lun shaun mirë, sepse nga rruga se si ke ndjek për me hapë armëllësin. Po, ka mësua baba me luj shaun, shumë mirë. Ju falenderoj shumë për pranin tuaj në studio, për iniciativën që keni marë, që i shërben komunitetit para së gjithash, i shërben edhe ju, po duke shërbyer ju sërisht ja ktheni komunitetit shërbimin, dhe i them të gjithë shqiptarëve, të gjithë të rinjve, të cilët janë në universitete, në fushat e tyre, është mirë që jo vetëm në shoqatat studentore që kanë, si shteti në Wayne State apo në universitetet tjera, të ruajnë marrëdhëniet alumni, Albanian alumni, se fillojnë të dyja me A, dhe të kenë mundësin që brezi i arshëm, komuniteti ynë, të ketë jo vetëm mjekës, kurse përmendët ju, por dhe juriste dhe punojnës, inxhinier, punojnës e të fushave të ndryshme, pavarësisht se mund punojnë në ndërmarrje apo në sipërmarrje të mëdha, se cili ka nevojë për njëri tjetrin, dhe ne si komb, duke qenë relativisht një komb i vogël, por këtu, në këtë vend të madh, siç janë Shtetet e Bashkuara, që të krijojnë mundësinë kujdo që të zhvillohet, të ecë përpara, atëherë na mbetet vetëm t'ju urojmë punë të mbarë, edhe natyrisht aktivitetin e dotjemit pranishëm aty do ta filmojmë, edhe të krijojmë mundësi që edhe nëpërmjet të reklamimit, nëpërmjet të mundësive, programeve të tilla, apo në grupa apo dhe individuale, t'i japim mundësi komunitetit tonë që të eci përpara. Ju faleminderit. Faleminderit për jush. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ishte kënaqësi të kisha sot në studio 2 punonjës të shërbimit shëndetësor me nismën e tyre për të ndihmuar komunitetin ton për të qenë sa më të shëndetshëm. Kjo është më e rëndësishme për çdo, se qenia e një trupi dhe mendje të shëndosh është ajo që na çon përpara, dhe natyrisht i shërben edhe profesionit të tyre, të rendit të Hipokratit, të cilët e kanë bërë atë betim për t'ju shërbyer të gjithë njerëzve. Miru takofshim në emisionet tjerë.